Ja si të shpëtoni nga dhimbja e dhëmbit pa shkuar te dentisti. Dhimbja e dhëmbit është një eksperiencë nëpër të cilën të gjithë kemi kaluar, qoftë një herë të vetme në jetë. Këtu ju do të gjeni disa kura natyrale në kushte shtëpie, të cilat do t'ju ndihmojnë. Uji i kripur është një dezinfektues natyral dhe gjithashtu një ilaç për të kuruar dhimbjen e dhëmbit. Në një gotë me ujë të ngrohtë, shtoni gjysmë luge gjelle me krip dhe me të bëni gargar. Hudhër, shtypni hudhrën mirë derisa të krijoni një pastë. Lyeni zonën problematike për të vrarë mikrobet dhe për të qetësuar dhimbjet. Qepa po ashtu ka të njëjtin efekt. Prisni një copë të vogël dhe vendoseni aty ku keni dhimbje. Kompresa të ftohta. Mbani një kompres të tillë për 15 minuta në zonën ku keni kriza dhe dhimbje.